mundohet të arrijë maksimumin në gjithë shka që bën, për brenda disa kufive via të trashë që Shtetet e Bashkuara kanë imponuar këtu. Mendoj që roli evropian është i rëndësishëm, por është i pamundur, pra Europa është e pamundur të bëjë gjërat vetëm. Por këtë rol që është duke lutur, mendoj që është diçka pozitive për të, sepse Shtetet e Bashkuara mund të nxisin, mund të shtyjnë palët, ndërkohë që Evropa i tregon Rusisë që edhe Rusia duhet të kompromitojë, sepse nëse nuk e bën, ekziston mundësia e një aleancë për këto 25 shteteve për t'ia bërë në të pamundur, për të më të vështirë këtë fushatë ushtarake Rusisë. Kështu që kjo që po bën Evropa është e domosdoshme, por është e pamjaftueshme sigurisht në mungesë të Shtetet e Bashkuara. Për momentin mendoj që është bilanci i duhur, është ekuilibri i duhur që po luhet për të nxitur edhe Ukrainën për të ardhur trezën e negociatave, siç u bë në Arabinë Saudite, por edhe për të sinjalizuar Rusisë që dëgjojë se nëse nuk pranon këtë që po të ofrohet, pastaj sigurisht kemi alternativa të tjera. Dhe automatikisht pyes, a munden Shtetet e Bashkuara t'i besojnë Rusisë? Nuk është çështje besimi këtu, sepse edhe fakt sekretari i Shtetit Rubio e ka bërë këtë qartë, ku bëhet fjalë për interesat e shteteve, shteti beson vetëm interesave të vet. Edhe Shtetet e Bashkuara nuk janë naiv në lidhje me atë që Rusia është, apo atë që Rusia dëshiron. Por pyetja është, çfarë mund të marr unë nga një marrëdhënie e dy anshme, ku besimi nuk është thelbi i bashkëdhënimit, tu është interesi. A mund të gjejmë element ku kemi interesa të përbashkëta? Nëse po, atëherë edhe nëse është, vazhdo të jetë interesin tënd që ta mbash fjalën tënde, atëherë do ta mbash fjalën tënde. Në momentin që nuk është më në interesin tënd për të mbatur fjalën, atëherë nuk do ta mbash më atë fjalë. E them këtë sepse vazhdojmë sot flasim, a do të jetë kjo një paqe e drejtë, a do të kemi besim ndaj Rusisë, a mund të besojë Rusisë? No, asnjë nga këto nuk do të jetë një paqe e drejtë, do të jetë një paqe e imponuar. Nuk mund të flasësh për besim në lidhje me Rusinë, do të flasësh vetëm për interesat e përbashkëta. A mund të gjejmë gjuhën e interesit të përbashkët midis Shtetit Bashkuar dhe Rusisë? A mund të gjetë gjuha e interesit të përbashkët midis evropianëve, Ukrainës dhe Rusisë? Nëse po, atëherë do të vazhdojmë përpara. Nëse jo, konflikti do të vazhdojë. Në këto kushte, ajo që do ndodh në Ukrainë, a pritet të haporeksin për Tajvanin në Kinë? Kjo ka qenë gjithmonë temi pyetje kryesore, ka qenë dhe argumenti kryesor i Shtetit Bashkuara, pse në 2022 ndërhyri, sepse thuhet që Rusia ndërhyri në Ukrainë për shkak të tërheqjes nga Afganistani të Shtetit Bashkuara, sinjalizoi që Shtetit Bashkuara nuk ishin më serioz për të mbështetur dhe për të mbrojtur interesat e tyre, ose edhe për të mbrojtur dhe mbështetur interesat e palëve të treta, që në të kaluarën ka qenë të mbështetur nga Shteti Bashkuar, në këtë rast qeveria civile në Afganistan. Dhe administrata atëhershme amerikane e zotit Biden tha që nuk mund të lejojmë që Rusia të bëjë këtë, sepse nëse lejojmë të bëjë këtë në Ukrainë, atëherë edhe Kina do të marrë sinjalin në Taiwan. Sigurisht Shteti Bashkuar në këtë rast, zoti Trump e ka hedhur më njanë këtë lloj analogjie. Unë mendoj që analogjia Ukrainë-Taiwan është e pjesshme. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara duhet të sinjalizojnë që nuk do të lejojnë disa vende për të bërë çfarë të duan para ndërhyrjeve e tjera, por nga ana tjetër Tajvani dhe Ukraina kanë në aspektin strategjik, në aspektin e sigurisë, në aspektin e rëndësisë ekonomike, politike, janë natë e ditë. Pra me të vërtetë Ukraina është një vend me 40 milion njerëz banor, në aspektin e grurit, e elemente të tjera, sigurisht ka një rëndësi, por mos harrojmë që 90% e çipsave që janë tashmë në përdorim dhe të vazhdojnë të jetë në përdorim në teknologjinë e lartë, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në gjitha lartë të tij, prodhohen në një fabrikë në Taiwan. Pra, dhe kjo është rëndësishme për të kujtuar, sepse pa të fabrikë, atëherë nuk ka zhvillim ekonomik, teknologjik në aspektin e inteligjencës artificiale, përtej saj, në Shtetet e Bashkuara dhe në botën e zhvilluar në përgjithësi. Që thotë që Tajvani sigurisht ka një rëndësi shumë të madhe. Elementi i dytë, përveç aspektit teknologjik, aspekti ekonomik, mos harrojmë që një arsye pse Shtetet e Bashkuara po zhvendosin përmendjen e tyre nga Evropa është sepse duan që të përqendrohen në Azi, pikërisht ku Tajvani është. Pra, nuk është se Tajvani po nënvlerësohet, në fakt Tajvani rivlerësohet edhe më shumë nëse Shtetet e Bashkuara tërhiqen ose tërheqen më mendin nga Ukraina në favor të Azisë, sepse i nënvizojnë faktin Kinës që për ne Azia është shumë e rëndësishme në aspektin ekonomik, politik dhe ushtarak. Pastaj ndoshta do të thoya edhe treta këtu është që
Kina nuk mund të prek Taiwanin nëse nuk prek dhe ishut jugor të Japonisë, Kushtet e Bashkuara sigurisht kanë edhe forcat tyre ushtarake. Pra Taiwani ka një dinamik komplet tjetër nga Ukraina, që do të thoya që po, analogjia shkon deri diku, por nuk shkon deri në fund. Largimi ose ndoshta mënjanimi ose dobësimi i sigurimit të Ukrainës nga Shtetet e Bashkuara, për mua të paktën nuk nënkupton gjithashtu edhe dobësimin e mbështetjes së Taiwanit. Për ta mbyllur, rikthehem në bazë. Në gati 2 muaj në krye të shtëpisë së bardhë, a janë amerikanët të kënaqur me presidentin e tyre? Në përgjithësi, duket që zoti Trump vazhdon të mbajë një mbështetje nga ana amerikanëve. Amerikanët e shikojnë po shikojnë disa sondazhe dje në fakt, në lidhje me këto reformat në administratë dhe në tjerë, në përgjithësi janë në favor të tyre. Amerikanët janë pak më të shqetësuar në lidhje me tarifat, sepse është çështja e inflacionit, çështja e çmimeve në përgjithësi të gjërave. Politika ndaj Kanadas nuk është ka qenë shumë e favorshme, ka pas një reagim jo të mirë në lidhje me qëndrimin e administratës Trump ndaj Zelenskit në përgjithësi, pas asaj takimi në shtëpinë e bardhë. Kështu që ka një reagim të përzierë, do të thoya unë, nga publiku amerikan ndaj zotit Trump, por nga ana tjetër kuptojnë gjithashtu që ndoshta kjo periudhë që ka kaluar një dekadë, ndoshta pak e mefsht, edhe pas Covidit ose gjatë Covidit, kërkon një lloj shkundje dhe për momentin po i japin avantazhe zotit Trump për të menduar, bëj çfarë ke për të bërë, po bëj atë sa më shpejt të mundur. Është për të parë se sa të gatshëm amerikanët janë për t'i dhënë kohë zotit Trump në lidhje me inflacionin, sepse kanë vuajtur shumë gjatë 5 viteve të fundit, ka pasur inflacion shumë të lartë. Unë isha jashtë Shtetet e Bashkuara, jam kthyer gjatë 2 viteve gjysmë të fundit këtu në Shtetet e Bashkuara, jam shokuar nga rritja e çmimeve në çdo gjë. Edhe mendohet që pas tarifave sigurisht edhe çmimet për makinat e për gjithçka tjetër do të rritet edhe më shumë, sigurisht që ekonomia amerikane është e varur plotësisht nga transporti i vazhdueshëm, sepse distancat janë shumë të mëdha. Edhe çmimet e makinave, çmimet e naftave, gjithçka tjetër do të jetë diçka për tu parë, nëse amerikanët do të tolerojnë të. Ajo që duhet thënë, unë atë që mendoj, ndoshta sot do diskutojmë pas një viti gjysmë së bashku, është që në tetor të 2024, të 2026, do të kemi zgjedhjet e radhës të Kongresit Amerikan, dhe është mes mandatet që në përgjithësi dënohet gjithmonë presidenti ose partia e atij që ka shtëpinë e bardhë. Dhe unë mendoj që zoti Trump fakt do ta ketë më të vështirë pas asaj kohe. Prandaj mendoj që po nxitohet këto 2 vite e ardhshme që të bëj diçka në këtë tim. Jemi me gjithë syt tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Mema, është shumë herët atje për ju, por faleminderit që na u bashkuat në këtë transmetim të pasdites këtu. Është gjithmonë një kënaqësi të flas me ju. E gjitha imja, faleminderit.